Në librin e tij Shenja në botimin grek, Fredi Sula tregon shkrirjen organike të jetës së refugjatëve në komunitetin grek. Kjo tregon për një integrim kulturash midis refugjatëve, ku ka studiuar jetën, zakonet dhe doket e popullit grek dhe sot arrin që t'i paraqesi me mjeshtri në librin e tij të shkruar me titullin Shenja. Duke shkruar këtë libër, Fredi Sula ka treguar se është ndalur në një stacion të qytetërimit të botës dhe është frymëzuar nga e përditshme jetësore dhe ne jemi të lumtur që kjo krijimtari ka dalë nga një refugjat, ashtu si shumë shkrimtar grek në Gjermani dhe në vende të tjera që zhvillojnë aktivitete krijuese, edhe ne jemi të lumtur që një refugjat shqiptar e zhvillon veprimtarinë krijuese tu, duke paraqitur fakte nga jeta jonë e përditshme dhe i urojmë suksese të mëtejshme në këtë krijimtari. Së fundi, kryetari i Bashkisë së Rodosit premtoi se do të bëjë përpjekje që ky libër të gjejë përhapje në të gjithë ishujt e Dodekanisit, pra të 12 ishujve. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της τηλεόρασης Απολλών για την επίσκεψη του εδώ στον topul mas. Unë dua të përshëndes përfaqësuesit e televizionit Apollon, tha kryetari i Bashkisë së Rodosit. Dhe përshëndetjet e mia do t'ia dërgoj dhe Bashkisë dhe Qarkut të Fierit. Ne jemi të hapur për një marrëdhënie të ndërsjellë, opinionesh, vlerash, shpirtërore, kulturore dhe mendimesh. Të ndihmojmë njëri tjetrin si vend e fqinj dhe do të jemi gjithmonë të hapur si dy vende demokratike me të njëjtin drejtim, të bukur në ecjen tonë drejt Evropës. Kanë kaluar kohët e keq interpretimeve apo keq dashjeve. Sot duhet të ndihmojmë për marrëdhënie të mira dhe pozitive në ekonomi, në art, kulturë, tradita. Të dy vendet janë miq ndërmjet tyre dhe i kanë mundësitë e një bashkëpunimi për kapërcimin e problemeve që mund të kenë. Por mbi të gjitha janë dy popull tanë të interesuar për rregullimin e marrëdhënieve. Dhe pse jemi larg qytetit të Fierit, ndihemi se jemi afër në marrëdhëniet me refugjatët për nevojat e tyre. Ne dimë që ata janë familje të mira, me virtute dhe programi i organizimit të ri shtetëror kanë ndjer pozicionimin e tyre në qeverisje, për një bashkëqeverisje, për të integruar në jetën shoqërore greke. Duke dorëzuar albumin fotografik të 12 ishujve, Zoti Kuzurnaqish vijon. Και εδώ είναι ένα έντυπο για τα Δωδεκάνησα. Αυτό είναι για τη Ρόδο και αυτό είναι για όλα τα νησιά. Si kujtim të vizitës suaj në Rodos, si qytet i dritës, dhe besojmë se Perëndia Apollon na dha dritën jetësore që gëzojmë në këtë vend.